Ne jemi një brez që jemi rritur me teknologjinë dhe kohët e fundit po shohim shumë diskutime rreth mbylljes së rrjetit social TikTok. Kemi parë kufizim të lirisë së shprehjes online dhe ligje që nuk respektojnë të drejtat e qytetarëve në epokën digjitale. Në vend që qeveria të kontrollojë informacionin, ajo duhet të ketë parasysh disa pika. Pikë pari, qeveria duhet të investojë në edukimin digjital. Qytetarët duhet të jenë të informuar për sigurinë online dhe jo të privohen nga aksesimi i rrjeteve sociale. Duhet të sigurojë transparencë dhe përgjegjësi në politika digjitale. Ligjet duhet të jenë të qarta dhe duhet t'i mbrojnë qytetarët, por jo t'i kufizojnë ata. Gjithashtu, duhet të lehtësohet aksesi në teknologji. Interneti dhe platformat online janë mjete për zhvillimin ekonomik dhe krijimin e mundësive të reja. Ne duhet luftojmë për një Shqipëri ku fjala e lirë dhe e drejta për informacion nuk janë të kufizuara. Epoka digjitale nuk është e ardhmja, është e tashmja dhe ne si kombë nuk mund të ngelemi mbrapa.